Për shembull, goca ime ka 16 vjet, edhe goca ime javën e kaluar më ka thonë apo shitet një pjesë e Shqipërisë. Apo e blen dikush. Edhe komunale kum qyr, ku pe shetha në TikTok. Okej, ju. A jam tregoj këto? Po. Kufirin me Izraelin. A ka vënë pak të vitin kufir me Izraelin? Jo, vetëm bak. Nëse ti mendon që një video që i ka marrë 12.000 like, edhe kjo është vetëm, si më thon, kjo është video në kufir me Izraelin, e duan ekran. Zvërnet sold to Izrael në gjuhën angleze, po shitet Shqipëria apo po 12.000 like tjetra. O Berat, një sekond. Veçmak. Do me thënë, shiko, ande shikoj në ekran. Ja. Jo, shaja dhe zonin. Shaja dhe zonin. Ju të lutem shaja zonin kësaj ditë. Dëgjoj. Ja, Greu. Çoma ja telët të gjema jemi në Izrael. Kufiri Izrael Shqipëri. Ja dhe policia, ajo oligarkë. Tash. Ndëgjom se ndëgjova me vëmendje ta mbylli pjesën time. S'po të kundërshtoj, po përpiqem të kuptoj. Okej, pyet. Do me thënë, se unë të fjalla ime, gjithë pjesën e parë ridikulizova Ramën që hodhi tezën e komplotit nga jashtë. Ti thuaj që mund tjetë një gjë, prapë nxitur nga jashtë. Okej, vetëm pak. Kjo është, Okej, ja tash prandaj sillen këto shembull për të ja tash të tregoj në ty. Okej. Se s'po të marrë vesh çfarë ide do të mbrosh. Ideja ime është që është një entitet jo shqiptar. Nuk e di për çfarë arsye. Nuk e di është entitet shtetëror a entitet biznesi, por nuk është entitet shqiptar sepse kur unë nuk kam pa një kampanjë të kësaj natyre. Për shembull, 5 portalet më të mëdha online të Greqisë. Këtu i kam, domethënë gjitha. Është njëna që i ka 1.2 milion followersat, le të themi sa Top Channel dhe sa Kloni. E kanë në gjitha portalet, etash, janë disa, domethënë, çka ka ndodhur këtu? An fal Berat se kanë gati. Shikoni videon. Një qytetar që ma inflamuan dhe policia merr dhe e masakron zvarr. Asnjë reagim nuk ka pas nga shoqëria civile. As edhe një reagim. Shikoni edhe pak. Është inflamuar shqiptar. I hedhin gaz, shkojnë dhe e marrin zvarr. As nuk po shkon nga kryeministri, është bulevard. As një reagim nuk ka pas. Kthemi. Okej. Kjo është një media që i ka 1.2 milion ndjekës në Facebook, është Greek Reporter. E kon ballin, sikur gjitha mediat online greke, e kon ballin Jared Kushner edhe Ivanka Trumpin. Ky thot one member of the Greek ethnic minority, një pjesëtar i minoritetit grek, është rraf violence erupts over Kushner-linked mega resort. Shpërthen dhuna për këto. Tash, çësia greke ishte. Grekët e kanë ataku Jaredin edhe Ivankën, e kanë përkthyr në gjuhën angleze që projekti i tyre po shkakton dhunë në Shqipëri. Kjo është një segment. Segmenti tjetër ishte Izraeli dhe Palestina, sepse kushdo që e ka gjeneru kampanjen, kushdo që ka marrë pjesë sot në protestë, sot. Unë jam i bindur që 99% unë jam i bindur që 99% e tyre janë të shnush me qëllime fisnike. Absolutisht. Qysh kanë qenë me qëllime fisnike? Po varet çka ngacmohet dhe njëri me qëllime fisnike. Jo. Tani një pyetje. Po. Ata atje po. Edhe këtë që ka një komplot që se dim në çfarë qendre organizohet, po e marr si hipotezë. Por unë po t'jap fakte. Po pra. Okej. Po e marr si hipotezë. 1.2 milion. Tani, kjo qendër e lëvizi dhe Altin Dumanin që të reagonte me njerë dhe t'i futej çështjes pronave zgjedhur atje. Nga fillimi, Bushat. Dëgjom. Nuk e përjashtoj njëra tjetrën. Nga fillimi, nëse më ke ndjek, unë e kam pas një gjë. Unë e kam thonë kështu. E vetmja gjë që mu mbrengu si qytetar, le të themi aktiv në këtë vend është ato pronat atje, a i kanë kompenzu personat e duhur. Edhe aty duhet drejtësia me u fut, pra, a ka dikush 100 hektar, a nuk i ka... Do shkoj Jared Kushnerit marit pronat e Artur Shell. Do marri pronat e një njeriu që e njeh gjithë Evropa si bandit. Ku jeton ai? Ku në Amerikë jeton. Pra, jeton... Nuk është i ndjekur për ligjit. Ai ke parë... Nuk jeton, nuk është... Jo, dëgjom. Ai ke parë ato... Po tjetë, ngëm. Do me thëmë... Jo, dëgjom. Se populizëm... Familja Trump
E ka lidh Rama Populizëm është lehtë me bë sepse është trendi aktualisht. Pra, jene ujrat populizmit. Jo, s'jam në ujrat populizmit. Që thuash Artur Shehu është bandit që e njeh gjithë Evropa, që do të thotë ai është i ndjekur me ligj. Artur Shehu, që unë nuk e njoh, nuk është i ndjekur me ligj, ai vjen në Evropë dhe jeton në Florida. Shife atë të Rai 3. Ore, Rai 3 media, po? Media. Okej, pra, mirë, po banditët, kur thuhet banditët i ndjek ligji. Po bëjnë një debat duke nga thelbi. E marrin për një sekond, e marrin të mirëqen që është bandit. E marrin të mirëqen. Ai jeton në Amerikë. Në Florida. Prit, ne jemi media që e kemi akuzuar më shumë. Unë jam marrë personalisht me të. Jam marrë personalisht me të. Edhe ajo Rai 3-shit në bashkëpunim. Tani ai ka certifikat pronësie për 17 vitesh. Fakti që këto e pas ka një bandit, ajo pronë do të rejë gjithmonë ashtu? Jo. Ajo pronë, si të është ky termi që i pëlqen këtyre oligarkëve, duhet të zhvillohet, por ne njohim sistemin e Edi Ramës dhe ç'na tregoi Rai 3, që Rama kshu e ngren influencën e vet ndërkombëtare, duke i lidhur përfaqësuesin ndërkombëtar me banditët lokal. Para 12 vjetësh ky e bënte me Guardian e Financës, sot Rama është bërë pak më i fuqishëm dhe e lidh me presidentin e Amerikës. Një bandit, nëse është bandit, pra fjala bandit do të thotë e ka shkel ligjin. Është band, është pjesë e bandës, pjesë e grupit kriminal. Ai po jeton i pandjekur prej ligjit në Florida, sepse po të kishte. Po në Shqipëri s'vjen dot. Se di. Sidoqoftë, Shqipëria ka drejt me kërkuar arrestimin e tij, për shembull, Amerika, një bandit në Venezuelë ka shku e ka marrë, e ka arrestu, e ka kidnapu dhe e ka sjellë në Amerikë. Ata kanë në Florida atje. Po çështja është kjo, atë bën përshtypje Bushat.